Uthulla e mollës është e mirë për të gjithë, por ky gabim që bëni mund t'ju kushtojë jetën. Uthulla e mollës është një aleate e gjithanshme që mund të ofrojë shumë përfitime. Është shkëlqyer gjithashtu edhe në përgatitjen e salcave, sallatave dhe turshive. Megjithatë, disa nga adhuruesit e saj më të mëdhenj nuk e përdorin fare në gatim. Në vend të kësaj është e bërë e zakonshme të konsumohet në sasi të vogla të holluara me ujë për shkak të përfitimeve që ka, citon BBC. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Uthulla e mollës thuhet se ndihmon në gjithçka, nga humbja e peshës dhe rregullimi i sheqerit deri te shëndeti i zorëve dhe i zemrës. Madje ka pretendime se përdorimet e saj terapeutike kanë vlera të larta në mbrojtjen e shëndetit, por ekspertët tregojnë se ka disa raste kur uthulla nuk duhet të përdoret pasi mund të kundërveprojë në shëndetin tuaj. Ekspertët shtojnë në një zëri se uthulla është e mirë për organizmin, por në disa raste nuk duhet të konsumohet. Nëse merrni medikamente të caktuara, mos përdorni uthullmolle. Uthulla e mollës nuk duhet të kombinohet në dietën tuaj nëse përdorni insulin. Uthulla e mollës dhe insulina mund të ulin nivelin e kaliumit në trup. Kur merren bashkë, ato mund të çojnë në nivele shumë të ulta të kaliumit që mund të ndikojnë në funksionin e nervave dhe të muskujve, përfshirë edhe zemrën. Gjithashtu, uthulla e mollës mund të ulë nivelin e kaliumit duke rritur kështu edhe efektet anësore të medikamenteve për zemrën. Nëse merrni medikamente diuretike, mos i kombinoni në të njëjtën kohë me uthullën e mollës. Të dyja, uthulla e mollës dhe diuretiket ulin nivelin e kaliumit në trup. Kur merren së bashku, mund të shkaktojnë një rënje të tepruar të kaliumit në nivelet e shëndetit. Nëse merrni medikamente antidiabetike, tregoni të kujdesshëm dhe të vëmendshëm me përdorimin e saj, pasi ndikimet anësore në organizëm do të jenë të menjëhershme dhe mund të krijojnë gjithashtu edhe komplikacione. Uthulla e mollës nuk duhet të përdoret asesi menjëherë nga shishja, por gjithmonë e tretur në ujë në mënyrë që përfitimet e saj të jenë të menjëhershme dhe të mos kundërdikojnë në shëndetin tuaj. Uthulla e patretur në ujë e pirë në sasi të mëdha mund të krijojë shqetësime me shëndetin tuaj dentar. Uthullat gjithmonë duhet të tretet në ujë. Mjafton 1 deri në 2 lugë çaj uthullmolle çdo ditë të tretura në një gotë me ujë. Ekspertët tregojnë se uthulla e mollës duhet të kombinohet gjithmonë në një dietë të shëndetshme dhe pa e tepruar në mënyrë pasi mund të krijojë edhe komplikacione. Për sa kohë uthulla e mollës kombinohet dhe konsumohet në sasinë e rekomanduar ditore, mund të japë përfitime të larmishme në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të saj. Studimet kërkimore kanë përfunduar se shtimi i uthullës së mollës në dietën tuaj ditore mund të luajë një rol fantastik edhe në mbrojtjen e shëndetit. Një studim i vitit 2016 zbuloi se pirja e një lugje dhe uthullmolle e udhëruar në një gotë me ujë mund të sjellë këto përfitime sipas Healthline. Do të mbështesë mirë sistemin tuaj tretës. Uthulla e mollës mund të ndihmojë në përmirësimin e tretjes dhe promovimin e një mjedisi të shëndetshëm të zorëve. Ajo mund të ndihmojë gjithashtu në një menaxhim më të mirë të peshës. Uthulla e mollës mund të ndihmojë në rritjen e ndjesisë së ngopjes, duke reduktuar kështu edhe potencialisht marrjen e pakëndshme të kalorive. Uthulla e mollës ka veti të mira antimikrobike dhe mund të japë rezultate të mira në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ajo mund të përmirësojë edhe shëndetin tuaj të zemrës, por duhet të përdoret gjithmonë me kujdes në mënyrë që përfitimet e saj të jenë unike dhe të merrni vetëm të mira në mbrojtjen e shëndetit. Shtimi i uthullës së mollës në dietën tuaj të holluar në ujë mund të japë gjithashtu rezultate fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Uthulla e mollës e tretur gjithmonë në ujë mund të japë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe do të lehtësojë edhe komplikacionet e tij. Në këtë video, sipas ekspertëve të Healthline, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të ofrojë për shëndetin tuaj përdorimi i uthullës së mollës. Ajo është e pasur me element të shëndetshëm. Përbërësi kryesor aktiv i uthullës së mollës është acidi acetik, i cili e pasaj një aromë të fuqishme. Studimet nxjerrin përfundimin se ky acid është përgjegjës për përfitimet e saj shëndetësore, pasi përmban 5 deri në 6% acid acetik. Ajo do të vrasë gjithashtu edhe bakterie të dëmshme.
Uthulla e mollës mund të ndihmojë në largimin e bakterieve të dëmshme që sjellin edhe lloje të ndryshme të komplikacioneve. Ajo mund të veprojë si një ruajtës i mirë ushqimor, por studimet tregojnë përdorimin e saj me kujdes në përditshmërinë e dietës suaj që mund të luajë një rol pozitiv në lehtësimin e komplikacioneve dhe gjithashtu rritjen e rezistencës së organizmit. Shtimi i uthullës së mollës në menun tuaj ditore do të përkthehet gjithashtu edhe në një mbrojtje më të mirë të kilogramëve trupor. Uluntimet kanë treguar se uthulla e mollës mund të ndihmojë në rritjen e ndjesisë së ngopjes dhe përfundimisht mund të bëjë që dikush të hajë më pak, edhe të ketë më pak kalori në dietën e tij ditore. Sipas të njëjtit rishikim, personat që konsumojnë uthullën e mollës në dietën e tyre gjithmonë të tretur në një gotë me ujë, përgatiten të marrin përfitime unike në mbrojtjen e shëndetit dhe gjithashtu në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i uthullës së mollës në përditshmërinë e dietave tuaja do të përbëjë një faktor të mirë ndikues në lehtësimin e komplikacioneve dhe rritjen e organizmit tuaj në mënyrë proporcionale. Uthulla e mollës është e mirë për shëndetin tuaj të lëkurës dhe mund të japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit të saj. Uthulla e mollës përdoret si një trajtim tipik për problemet e lëkurës, si ekzema dhe lëkurat e thata. Lëkura ka një aciditet të lehtë nga natyra, megjithatë atë mund të jenë pak acide për njerëzit që kanë edhe probleme me ekzemat. Aplikimi i uthullës së holluar mund të ndihmojë në rivendosjen e ekuilibrave të pahashit të lëkurës dhe të parandalojë gjithashtu edhe komplikacionet e saj. Ekspertët shtojnë në një zëri se shtimi i uthullës së mollës në përditshmërinë e dietave tuaja do të kthehet në një aleate të vërtetë të mbrojtjes së shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Për sa kohë uthullën e mollës e kombinoni si duhet në dietën tuaj ditore, vlerat që do të merrni do të jenë gjithmonë të larta. Uthulla e mollës ka vlera të shëndetshme megjithatë, përthithja e tyre nga organizmi varet shumë nga mënyra se si e përdorni atë. Disa prej mënyrave të konsumit të uthullës së mollës mund të jenë të dëmshme për shëndetin. Prandaj në këtë video do të rendisim disa mënyra praktike se si mund ta shtoni atë në dietën tuaj. Uthulla e mollës gjithmonë duhet të tretet në një gotë me ujë. Uthulla e mollës asesi nuk duhet të pihet direkt e pirë nga shishja për shkak të aciditetit të lartë që ajo mbart, pasi mund të shkaktojë edhe probleme të ezofagut dhe probleme tuaja të tretjes dhe probleme të stomakut. Mënyra e duhur për të konsumuar uthullën e mollës është që ta tresni atë në ujë, që të mbroni fytin gjithashtu edhe shëndetin tuaj të stomakut. E kur ta tresni në ujë, uthulla duhet të pihet nëpërmjet një pipze dhe të prisni 30 minuta që të lani më pas dhëmbët. Kjo është mënyra më e mirë për të marrë përfitimet e saj. Uthullën e mollës nuk duhet ta pini menjëherë pas zbuke. Nëse keni zakon që të konsumoni uthullën e mollës pas buke, atëherë ka ardhur momenti që të ndryshoni rutinën tuaj. Me kalimin e kohës, njerëzit pësojnë në një paksim të lëngjeve gastrike të cilat shërbejnë gjithashtu për ushqimin e stomakut. Me prejardhje të tillë, uthulla duhet të tretet gjithmonë në ujë në mënyrë që të evitojë kështu komplikacione në organizëm. Mos e pini atë me stomakun bosh, por duhet ta pini si duhet në mënyrë që të merrni edhe vlerat e saj të rëndësishme ushqyese. Uthulla e mollës gjithmonë duhet të kujdeset edhe me sasinë e konsumuar në dietën tuaj. Gjella me krip dhe kripa me karar, thot populli dhe kjo shprehje vlen edhe në rastin e uthullës së mollës. Nëse doni të filloni një regjim ku përfshihet edhe konsumi i uthullës së mollës, është mirë që ta nisni atë ngadalë në mënyrë që t'i jepni trupit kohë që të mësohet edhe me të gjitha vlerat e saj. Rregulli i artë është që ajo të pihet jo më shumë se 2 lugë çaj të tretura në ujë çdo ditë. Kështu mund ta përdorni atë për të marrë të mira në shëndet. Uthulla e mollës nuk duhet të pihet menjëherë përpara gjumit. Ekspertët healthline këshillojnë që të mos pini uthull molle përpara gjumit. Edhe nëse e tresni në ujë, ajo vazhdon të jetë e dëmshme për ezofagun, veçanërisht nëse qëndroni shtrirë, dhe mund të krijojë gjithashtu komplikacione të shëndetit tuaj. Përdoreni me kujdes dhe përfitimet që do të merrni prej saj do të jenë vërtet fantastike. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.